Buqim në bu CHI Bu CHI podcast. Mi mbrëma. Është për darka koma. Mi mbrëma se jam mua, la. Më bëj që filmuat pak në qarop. Është mirë dita, që shu gdhive, që shu ngryse, që a i bjetë në mes. Mirë se të gjetëm. E, ashtu. Më mirë ashtu. Mirë se ju gjetëm. Që kemi, qave? E shuaj, është një vapë që nuk i gjetë Dermani. Pse më? Shumë keq, por nuk del dot nga shtëpia, se del për jashtë aq vapë është të merret fryma direkt, nuk durohet. A shumë vapë që nga? Po, shumë keq, vetëm me kondicioneri bëhet Dermani. Këti nga ne ka që që sot natën, që sot shpejt që është shiu litar, nuk ka pushuaj se konë që zotit kemi 20 gradë, rastlik më të madhë nuk ka. Ti si që pati një qerë kore dje mas dite, i futi ca vetë të tima me që i këshishu, pasaj vapë prapë. Ashtu më keq, ashtu e bëri para 2 ditësh, të me thënë dhe dje, disha dhe punë në teren, që ishte keq fare, që me zi me rje frymë. Dielli nuk ishte larë mirë, të me thënë, për ishte ajo zagushie, kështu, një ajri qelbur i rëndë, kështu. Pa. Ajo është me keqja, ajo lagështia, se kur është e thata, ajo të pak të merë frymë, po. Jo, që zotit kishim pak punë në katin e nëndeshëm, dje kështu, ca matje, ca kontrole, ca gjera atje, plako je kështu, si dimër je për qef. Po sa dije lartë ishte vdekje, prapë. Po, unë shkova të bëja të Londri për robat, vajta atje qova robat, lesh ishte vapë brenda, pastaj shkova në makinë, disa makine dhe përja atje me kondicioneri që po prisja. Po së të bje bateria është të plak? Po, aq ne në qere kore të dola pastaj, nuk deja shumë. Shumë. Po sa i shpejti lajnë ato? Jam qere kore sa i bëra erdha vërdallun, pastaj qere kore makinë gjysmore mbarojnë ato. Gjysmore? Wow! Po. Pas kanë qenë ato, more. Që më shohë makina për gjysmore. Ja marrë kanë shpirti roba. Qa ka berë Amerikani e mbajnë atala. Si edhe roba tira lajnë për gjysmore, qa fjetë. Kapitalizm, Allah, kapitalizm. Normalisht. Nuk diskutohet fare. Që kemi të nga thua në një gjëkundi, na i gjë, na i tek, na i tu, para se të fillojmë me këto gjerat negative. Apo negative i këtë ti? Ja kisha një intervist për punë, stola mirë. Pse e zëtë? Men për herë tjetër, po nuk e di më plak, kur është në telefoni është, këtë di unë, se kam në një problem që kur flasë me ro, po, kur je nga telefoni është ajo, se të vjen si, nga që nuk e shikon dhe personin tjetër, se si të duket kur vetëm dëgjon nga zëri. Me marrësh. Po, në fakt e dhe atu që edhe nuk e kupton mirë këtë, me se mund të kush e ditë që a thonë ata dhe nuk ja kupton do të as kontekstin kur e shikon, kur nuk e shikon do të në fytyrë, do me thënë. Po, edhe ajo është, po, për shembull, kur je nga telefoni edhe thjesht ke vetëm atë, do me thënë, çdo gjë që vetëm mënyrë që mund të komunikosh është vetëm me anë të zërit, nuk, për shembull, se ti mund të komunikosh edhe vetëm me fytyrë kur komunikon me tjetrin. Mënyra se si ulesh apo si po qëndron kur i përgjigjesh një pyetje apo diçka e tillë. Se vetëm nga telefoni është ajo që gjithmonë gjithkohës duhet të jesh duke folur, duhet edhe nuk të jep shumë kohë për të si tim nxitimi, që nuk të jep shumë kohë për të menduar, se kur je ballë për ballë. Çfarë po thoshte? Donte shpejt? Jo se donte shpejt më burr, për ajo si tip presioni që të vë ty vetes kur je thjesht nga telefoni, që unë vetëm me anë të zërit mund të komunikoj edhe nuk duhet që të ri të kem shumë pauzat e gjata, më kupton gjëra të tilla. Kuptoj. Po çfarë thanë ai? Po që më thanë,
do flasim tonë. We'll keep in touch. We keep in touch. Po, si gjithon gjithve, ato janë standarde, nuk është... Po edhe pyetje standard. Po, pyetje standarde normale, si gjithmonë. Pyetje nga Google Search. Si të përshkruan ty punën si më parshëm, apo pse duhet punë të t'japin punën e ty. I thoshi ti edhe e para se po jep një punë, e dyta punë ai do më përshkruante si kali i Trojës. Më në për herën tjetër, kështu se. Po, sa të futem mrena, se pasaj e diun çfarë. Jam Moisiu, thoj. Jam mesaja i firmës tuaj. Unë do të sjell ndryshimin. Unë jam Lulzim Basha. Apo jo? Jo, ashtu se ashtu të lartë do të mori. Qështaj, do ta bëjmë ditën natë, apo jo, më kupton? Të shpifra ato plakut të intervistat që janë kështu me pyetje copy paste kështu. Ajo sigurisht di what can I ask? Atje. Po pra, edhe atë ndjesimi jetë edhe mua, sigurisht kishte një listë me pyetje përpara, thjesht lexonte ato dhe s'po më gjonte fare mua se çfarë po thoja, më kupton? Si duket i regjistron ato bisedat edhe i dëgjon njëri sipër. Kështu, një. Çik budallik është ajo, ashtu se nëse si jep dhe ajo një çik vitalitet, një çik kontekst asaj pyetjes kështu, domethënë se duket edhe nga intonacioni. Po prandaj them që nga ato janë pyetje që janë me vërtet shabllone dhe nuk është se po deri far pike duan ato që se i njeh pak tjetrin. Po nga telefoni për shembull ajo është akoma më keq se sa kur i bën ball për ball ato se. Mëse në ball për ball normalisht edhe mund t'i buzëqeses domethënë kur ti pëllon një gjë që tingëllon çik fake kështu domethënë ka bën një kështu. E kupton, ja jep një çik. Po nga telefoni çfarë i bësh? Po fix. Edhe zhurma nuk bën dot se normalisht. Po ajo ç'ishte? Ishte HR apo ç'ishte? Po ishte HR, domethënë on screen, pastaj më vonë është ajo për qofse do shkosh te pjesa tjetër, pastaj aty hyn te fusha jote që për mua është IT-a, po aty hyn do flasësh për kompjutra për gjëra që të duan aktualisht në punë, ja. Po kjo do të pyetje letrare kështu. Më fiksoj një herë të fare plaku për zotin. Unë një gjë të mirë kam në basin ku kam bërë një intervista të pak nuk ka pasur, po nuk ka pasur kështu intervista të ndara që shikeni ju, domethënë që të bëjë një pyetje kështu nga jemi origjinë si e ke pasur babajin kulak apo të anda budalliqe që më direkt. E ke pasur biografi. Jo, seriozisht. Nuk më ka kërkuar ndonjëri biografi kështu. Bile ana e kundërt gjithmonë. Zakonisht këto atje ku kam aplikuar mbas është në industri tjetër normalisht. Po që i ka bër ose CEO-ja ose zëvend CEO-ja domethënë. Po, jo, eksperienca ime që është me këto zakonisht kompani që merren me, domethënë se kjo nuk është kompania IT në vetvete. Këtyre thjesht duhet dikush për IT që të kujdeset për kompjutra. Këta bën outsourcing, marrin një kompani që rekruton, edhe kompania e rekrutimit i merr robë tyre. Ta për shembull kur bën intervista për pozicione të tjera, ato dakord kanë vlerë ato lloj pyetjesh, por kur vjen puna tek IT-ja, nga që nuk merren drejt për drejt me atë, më kupton, kanë një kompani tjetër që merren me atë punë, ndodhen edhe këto gjëra, kështu që i bëjnë pyetje që nuk kanë vlerë për atë punën që do bësh ti. E di, por për shembull kam një shok ai se nuk i di dhe mirë këto termat në shqip se si ndahen kështu, po ata që merren me të bërë plane, ke parasysh? Është njëri që konstruksion atë. Godinën për është ai që vetëm merret me të vizatuar planet edhe. Dhe ai kishte aplikuar në një firmë, domethënë, që gjente punë. Edhe firma i gjente edhe firmave punëtor pastaj. Ke parasysh kështu që i lidhte me njëri tjetrin. Edhe ti kujtë kjo e para, domethënë ishte firmë këta që kishte goxha shumë vite në treg, domethënë, dhe po ziroi në për industri të tjera, domethënë. Dhe ishte një çfarë pyetje thashë që nuk e merrja vesh, ata bën një çfarë pyetje budalliqe kështu, domethënë që çfarë niveli e konsideron veten në Excel. E kupton, ai babuci ishte super nivel kadi. E kupton? Edhe çfarë pyetje të tjera kështu, domethënë në teamwork e budalliqe dhe kështu. Domethënë 6 muaj më vonë pastaj përdori një firmë tjetër, domethënë që ishte vetëm për inxhinierë, domethënë ishte startup ata, dhe ata i kishin bërë pyetje domethënë që ku e ke mbaruar shkollën, domethënë hobit i kishin pyetur.
qa pret ti nga puna, edhe kaq. Dhe pasaj pyetjen i bënin më shumë pyetje firmës se sa individit, e kupton? Është shumë kjo me HR-in, domethënë që i kushton shumë rëndësi asaj që për sa i përket burimit zor. Ajo është gjë e parë që marrin parasysh tek njeriu, domethënë si përgjigjesh ti këtyre pyetjeve. Domethënë ti edhe mund t'i mësosh përmendsh ato që në një mënyrë që thot ai intervistuesi, thot ai ky shenga super me këto përgjigje që më dha mua për këto pyetje, po edhe mund të shkosh atje për sa i përket fushën stande mund mos dish asgjë, po thjesht kalon nga ajo përshtypja e parë. Smells fishy, plako. Po. Është një çik, no. Ja vlen kjo? Duket sikur janë lekë tjetër akoma aty. Domethënë deri diku ajo njohja duhet bërë, po kjo është se nuk do marrë satanista në firmë, kupton? Po prapë që ti japësh ai shumë peshë, më duket pak një çik kështu. No. Po për sa i përket tyre se ata të bëjnë trajnimin më vonë, prapë ty. Edhe thonë ata këto tjerat ja mësojmë, po si e rob tamam. Normalisht, të mësojnë ti si të mos si jesh seksist, kapitalist, ose shovinist, ose cis, white male, qa janë ato, kështu që o zoti mathi dhe Harry Potteri i është xheloz kur i gjon ato fjalët. Po, ai është, po le këto gjërat e tjera mos i futemi kot. Iki, lere. Buke djath, lere si thash. Të paktën flasim shqip dhe besoj se s'na kupton Spotify, vetëm po pati ndonjë legend që na spionon atje. Seksista. Flako. Po tani kjo që thosh që të tha ty, do me thënë ato standarde që do we keep in touch. E kanë të detyruar ata të japin një feedback, do me thënë që po ose jo, apo mund të lënë edhe kështu pasaj që farë. Po, mund të dërgojnë një letër ose email, ose të marrin telefon që ne gjetëm kandidat tjetër, edhe faleminderit që aplikove, kaq. Po nuk është të lënë kështu që të thonë që farë. Jo, ashtu nuk të lënë, ashtu të dërgojnë një farë përgjigje që se edhe ti s'do rish varur të jetën, ke bërë intervistë sot, ti duhet 20 vite më vonë, pret pasaj do marrin telefonin edhe mua apo ja. Po edhe kur dërgon aplikime është një çështë e çuditshme, ose mund të ketë një buton, domethënë që edhe kur i kanë vënë të zëna ose kur janë të interesuar, mund të ketë një buton ose një kategori ose një person që merret vetëm me të thënë jo të paktën, kupton, të dërgojnë ai kështu back message jo. Se unë kam pasur raste domethënë që kam aplikuar atëherë në fillim kur isha si peshku pa ujë, s'kisha punë, domethënë. Po. Ndërkohë afërsisht diku te 100 ca aplikime, po gjysma atyre vllai as jo, as fuck you, as një gjë, plako, kupton, kështu. Ta shpjegoj unë se është te këto gjërat që ti una e tia. Është ato janë me sistem të automatizuar, nëse ata shikojnë përgjigjet e tua, nëse përgjigjet e tua kur t'japin për shembull ato me alternativa që ti thjesht duhet të zgjedhësh, nëse ato nuk janë në mënyrën e dur, sistemi nuk të kalon fare ty që ta marrë një person ta shqyrtoj atë rezumen tënde. Qose nuk do vjen përgjigja fare, do me thënë që se ka marrë njëri në dorë aplikimin tënd, komplet. Me prandaj janë ato, po zakonisht edhe këtu ashtu është, nëse nuk kalon fare edhe atë fazën e parë, nuk merr përgjigje fare, do me thënë. Po nëse flet me një person, ata të paktën këtë ta thonë që okay, ne gjetëm kandidat tjetër ose të bëjnë ofertën për punë nëse ti ke dalë mirë në intervistë apo. No, pse ka ish grop pas kam qenë në nxorë grop fare tash. Po mirë, se unë sa kam bërë ashtu s'kam marrë përgjigje fare. Po. Kam plot. Unë kisha 5 absurde ky kategorizimi mekanik, më duket sikur ja heqin çik kontekstin aty. Po na duhet ta kuptosh që do me thënë edhe ai personi që i shqyrton këto, edhe ai duhet paguar, kushton se. Më mirë me kompjuterin që ulin kosta. Plako se ti do marrësh punëtor për ditë tash, e kupton, ato për kompjuterin nuk e di, më duken çik absurde. Normalisht shikoj aty ose bëj çu bën, edhe unë provoj të puna, domethënë ai që më bëri intervistën, ato gjëra që kisha dërguar unë po thotë se kishte lexuar fare, ai më tha troc mua. Po. Unë lexova tha që kishte bërë aplikim për punë. Çfarë ditë bësh, çfarë do të bësh? Edhe si e paraqet punën, domethënë kështu. As jo di qulet fare, plako, as nota, as budalliqe, as mëse të thash. Asnjë gjë. Thjesht vetëm ato që pyeti, ato pyetjet që i bëri ai donte të shtjelluara mirë, se shikoj.
Domethënë kur flisja unë, domethënë mbaroja një fjali kështu dhe ai e shikoi në sy që ai po priste akoma domethënë. Po kështu me budalliqe aplikime gjëra pastaj as ja udhë quret fare. Po, është ku janë kompani të mëdha shumë, domethënë ata mund marrin 1000 kandidat ku diun ose edhe më shumë plagë. Ti kaloj një person ato ti shikoj gjitha, plus i duhet shumë kohë edhe do humbasin e kandidat, se për shembull ti duhet ta zëm aty një muaj ti shqyrtoj gjitha ato rezumet. Ai njerëzit ka lëvizur, thotë ai, okay, këta s'm kthyejnë përgjigje, po shkoj te tjetrën. Po, qartë. Kështu që prandaj duhet ai kompjuteri që për shembull nga 1000 mund t'i dalin aty 210 ata zën. Do shikoj ato 200 nga 200 zgjedh 50, me ata 50 bën intervistat ai. Që të kaloj një farë procesi eliminimi, duhet bërë që të gjesh atë kandidatin që duhet, po. Që është pak shumë plak, ose edhe në shkolla që kemi bërë ne, nuk e di, kemi bërë në anglisht, më duket ato llojet e letrave, letër aplikimi, letër kthye përgjigje, letër official, letër business, letër çka kanë qenë këtu budalliqet. Po nuk kemi në gjuhë shqipe, domethënë kemi bërë ne këtu, mban mend, se mban mend kemi bërë kështu në një lloj si ta aplikojmë, si të dalim në jetë. Jo, unë mbaj mend që kemi bërë CV në letërsi kur isha në 9 vjeçare, po aty tek CV-ja domethënë ishte do ta bëje ti për atë punën ideale që kishe ti ëndër, edhe do bëje ti rezumen sipas shefit tënd. Do ta shkruaj për punën e ëndrave rezumen, atë CV-n. Dua të bëjmë astronaut, unë kam qenë në vitin 1967, unë shkova në Hend, kupton, dua të shkoj në Mars tani. Po bra, po. Sa absurd janë ato. Është një çik se kjo do ta lidhesh një çik e burr me gjërat që mësojmë, domethënë edhe pavarësisht se ne nuk po veten, nuk po prasit çepëlla, kupton. Po veten je i shkolluar në një farë pikë, është një çik kështu absurditet, domethënë që nuk mësojmë, domethënë punë aplikimi ose punë të folur, ka shumë pak lent. Ka pasur disa kështu shkolla që kanë bërë debate për shembull, që i çonin 2-3 nga 300 veta, nga 500 veta që kishte shkolla, merrnin 2-3 dhe i çonin, bënin debate ose taksa gjëra, budalliqe regjistrimi. Kudo kjo vlen për kudo, si në Gjermani, si në Shqipëri, si në Amerikë, dalësh nga shkolla ti nuk e di se çfarë do paguash. Kupton? Po. Je thyr. Është shumë e drejtë, edhe për shkollën, domethënë për letërsinë, se edhe unë kam ca gjëra aty që më kanë ngelur fiksim. Kur të bëni një pyetje në letërsim, ti përgjigjesh, domethënë ashtu si e mendoje ti, kupton? Edhe është letërsi në fakt, ashtu duhet të jetë. Që si e kupton ti këtë tekstin që po lexojmë ne këtu, ç'a të bën ty të ndjesh apo ku diun. Edhe ti përgjigjesh aty sa aq mirë, domethënë sa ishte brenda aftësive tua dhe zysha fund thoshe jo, e ke gabim ul. Ajo ka qenë ajo është një nga gjërat domethënë më toksike të mundshme të çdo lloji vendi, si shikojnë ti. Ajo është një pyetje që është jashtëzakonisht subjektive. Nuk më mendja se mund të po, një pyetje në çdo lloj lende tjetër që kemi bërë në shkollë. Çdo lloj lende tjetër nuk ka asnjë modul që të ketë të njëjtat pyetje me të njëjtën fuqi subjektive që mund të ketë pasur ajo. Dhe ato kishin atë nervin, kishin fytyrën, thoshin një gabim, like bitch, what the fuck? Po bë, ose je shumë afër dietës, ulu nën. Ose për shembull, ose atë se po të vura ty dietën sa ti vë këtyre të tjerë. Po. Kur vjen po atë botë, domethënë ishte shumë uniform. Një mësim të merrem 1 atje, po të vura ty dietën këtyre gocave këtu çati vë. Kto që bëjnë detyrat për ditë, like, I don't know, I don't give a fuck, bitch. Po bë. Ishin shumë uniforme, por sigur thjesht kishin në mendjen e atyre kishe vetëm një përgjigje dhe po ju afrove ti asaj përgjigje sa më shumë domethënë ti ishe gabim, nuk kishe mënyrë tjetër se si funksionon ajo. Mediokritet është ai plako, prandaj edhe atë profesor Julin e anglisht e kishim shumë qejf të gjithë ne, se ai kishte një gjë të mirë që edhe kur thohej diçka gabim, domethënë ai e nxirrte një gjë pozitive nga ajo. Po, të paktën nuk provove më, por edhe ti ashtu shumë mëson që e them diçka gabim. Jo, po e ke vënë ndryshimin mes atyrave të tjera, domethënë që sado lloj gabim ta thojë ti, domethënë nëse ishte në humor të mirë, ai që zakonisht ishte në humor të mirë, e gjente gjithmonë një gjë, domethënë. Kështu që mos të linte kështu that fare.
Kurse pasaj është lloj shembull tjetër pasaj vlerë, se ty për keq mos i përmendin emrat tash se ku i bie tash do e mbet deputeta. Çfarë zë aty janë? Po, pra. Ju na bllokojnë ai pasaportë në gjë ka drejt. Kryeministë, po ma bllokojnë në burg puna ma. Janë rregull prezantani, por Riza jemi përvatur tash bëjmë 3-4 ditë plas mbledhën çikoska. Wow. Do shkoshte për verë. Do shkoj në Augusti. Do shkoj në Augusti, kuptoj bëjmë kështu që u bë edhe Kopa Vajtër bushë nga korona, kështu po thosë 2 vite. Se nuk është jam as larg sa e tij, kupton. Nuk ja vlen ai çik. Ka dhe 25 vjetorin. Edhe më mirë andej domethënë sa këtë, se kthej normalisht domethënë janë pushimet e tjera mund të bëja prapa të Jokerin që i thonë të zëncoja ato inxhinierë të tjerë se në Vergji bëjnë pushime. Edhe mund të bëja edhe në lek, domethënë se mund të punoja edhe për ditë. Edhe më shumë, po vaj lesh të bushëm edhe mallin ka marrë fakt kështu. Oh, cutie, shut the fuck up. Kështu plaka, do vete për të shikojmë qa ben, qa s'ben, e sa i s'kej sa thona, po kështu se ne qajmë shumë si popull, duke filluar nga muaj pari, që vetëm qajmë, që gjithë kohës. Po më mërë sa Herë parë që del në kafe, këtu nuk bed o vlad, këtu rojmë godë. Po. Flasë edhe në njërish më ka shkojnë në Instagram dhe rri që kam 2 javë që kam apur Instagrami, ose që ku një sakta, kam apur Instagrami prap, edhe ropë që më ka folë më ka bërë në pyetje, e bërë mirë ti vla, mos ajde me, tu është këshu, tu është ashu, jik, mos u kthe me, sa të kështë jetë në këshu. Ose pyetja e parë, ku është më mirë, tu apo ande? Ba. Ke pa lajme ti? Tani të them drejtën edhe nuk kam parë gjë fare. Di vetëm që ata të hotelit edhe mbas asaj nuk kam parë me asgjë. Mjafton. Qa u bëhet shumë plak? Do të thënë, unë nuk dua të flas me për to gjëra personalisht se më dalin. Kupton ku e kam. E di që të dalin, po më mirë fole plak, po shikojnë çik tani, shumë mirë që të dalin. Po të bëj një pyetje unë ty, domethënë duan çik mendimin tënd, se ne s'kemi folur sikur ka ndodhur kjo gjë bashkë. Po. Ore zotri. Çfarë fajte ka shteti ty ose policia? Në ato kontekst. Asin lloj faje mu, por ajo është thjesht domethënë është ajo puna e vetë drejtësisë që bën xhënjë. Faji vetëm i policisë është kjo, që s'ka besim aty te as policia as te sistemi gjyqtar, që ti do i gjesh i farë drejte. Ajo është vetmja gjë, po pasaj se si robi e mirë ashtu përsipër atë që të vejt vrasi personat e tjerë dhe të thojë, okay, unë e di shumë mirë se çfarë duhet bërë këtu, edhe vetmja mënyrë është që ti marr jetën dikujt. Ajo është mangësi e vetë popullit, por që derisa shkon deri atje. Kam parë 2 misione vëllai, dua ta them se më thënë. Kam parë 2 misione që futurën gjithë, një nuk ka shtet, vend kërë, vend ashtu, vend kështu. Ose ato deklarate e ministrit, domethënë pse dole i pse thashë. Se dole i thakë që janë gjëra normale që ndodhin, domethënë. Ai në fakt duhet ta kishte thënë fare atë, duhet mos kishte dalë fare dhe nuk kuptoj ajo. Se kështu ai e tha që nuk e kam në kontekst domethënë që të bëhet kjo normale ose se që varilesh se ndodh kudo domethënë, po thjesht e krahasoj që ndodhen në vende të tjera, edhe ndodh vërtet. Pavarësisht mund të dalin njerëzit të thonë që ju jeni andej apo ju e keni interezi se ju nuk vuani, ju nuk bën kështu. Ne nuk i presim me kështu kur i thon po. Ashtu është kudo, ai duhet të rinte urt. Ai është dhe roba antipatik vet, ai nuk është se ka pasur diçka pozitive më parë. Se ka pëlqyer njeriu përpara, kështu që ai zotë dilte fare. Asu se pëlqej atë, për edhe për mendimin tim ai just shut the fuck up, e kupton? Nuk ka nevojë të dalë. Ka dhe ai një farë psikopatie, por që nuk është shumë antipatik me këto dalliqe që bën. Po për sa i përket asaj që tashun e ka mangësi populli, jo se unë them që do arrim në një farë parajsi që s'do ketë me asnjë lloj krimi, asnjë gjë, do bëhemi aq mirë sa nuk do ketë. Kto janë gjëra që ndodhin më por ka, po pse duhet të jetë tani instikti i parë që ty ndodh gjithçka, hajde marrën edhe ti bie. Pse duhet të jetë ajo? E sa është ai avokati ai Blonjati, kështu si ishte një mision.
Edhe ai I tha kështu gati në të qeshur edhe në të qartë ishte kështu. Tha, ore, duhet të kuptom një gjë, tha, s'mund të vritemi për një shenzllon apo një. E kupton? Ore nuk mund të është absurditet, e kupton? Është absurditet të vritesh për një shenzllon. Edhe nuk ka këtu jo vajtën për të sqaruar më shumë, nuk vetë robi për të sqaruar me armë në brez, e kupton? Nuk ti lëm këto tash, ti lëm to budalliqet mos gënjejnë veten kot, domethënë. Nuk ka njerëz që vetë për të sqaruar mohabetin me armë në brez. Ato janë Po, është me mendim apo që diçka do ndodhi këtu. Ti e ke bërë sapin, derisa shkon me armë në brez edhe tash që ti që mund, po patë 2 armë plako normale do ja bëj bama. Po, normal. Ti ishe për të sqaruar mohabetin, ti ishe se ja doje të mirën tjetrit, apo që shtos ta ina mbrapa që kemi qenë miq edhe kështu. As të vinte me armë ai, as riheti me armë kur vinte ai. Po. Po është edhe ajo që, domethënë, nëse njerëzit thonë që fajin e ka qeveria, pse nuk e bën qeveria këto edhe pastaj ta marrë qeveria çdo gjë në dorë, të bëhet prap komunizëm si në kohën e Enverit që ti mbyllje perdet e shtëpisë aty, thonë ata po bën ashtu komplot kundra shtetit dhe të rrasin spaç atje. Kupton, domethënë që vetëm ashtu zgjidhet ajo, nëse thua ti gjithmonë e ka fajin qeveria. Ajo është vetëm mënyrë që të bësh qeveri totalitare komplet që ti po të vishen gjithë rob njësoj edhe të mendojnë gjithë njësoj, kupton? Po. Mirë mos të futemi në ideologji tash, ta mbajmë që muhabetin këtu, se kanë dalë ca pretendimet e tjera, domethënë që të heqin këto dhënjet me qerat rërës për shezllone për gjitha, sepse rëra është gjithë popullit, është gjithë shu, edhe kishin vënë në si shembull domethënë disa plazhe, këto ca ku janë për Francë edhe për Itali. Domethënë po Europë tani shkalojnë faktin se gjithmonë është një fjalë në gjermanisht, domethënë thotë rozinen piken, të zgjedhësh kokrat e rushit, e kupton? Edhe kështu e bëjnë në Shqipëri kur zgjedhin lajmet, e kupton? Marrin gjithmonë atyre që I duhen në atë moment, në atë lloj argumenti që kanë. Po harrojnë që ato që nxjerrin ata në foto janë plazhet më të papëlqyer, domethënë plazhet më të pis, më crowded, më të gjitha. Ti japësh këto me qera, nuk është ky problemi më. Japi shteti. Shteti duhet të japi atyre me qera, sepse privatin, shteti bëhet të doj e detyron edhe ta mirëmbaj, edhe të investojë, e kupton, edhe të shikojë për cilësinë e rërës, për cilësinë e shërbimit e gjitha. Po nuk është ky problemi. Problemi është kujt po ja jep. Këtë duhet të bëj shteti. Kupton, nuk ja japësh ti çdo lloj robi atje. Nuk ja japësh ti një person që është vrarë fëmia, se ai di ishte vrarë fëmia përpara nga për një tet dalliqe, 2-3 vite përpara. Ose të korrigjojë ndonjëherë kush e di më saktë, kupton? Nuk është se ishte hera e parë. Nuk të se ta persona janë, domethënë që erdhi ai për shembull nga İÇKSM nga Uznova për shembull. Vajti atje dhe nuk ka parë dunja me sy dhe vrau. Jo më valla, ata janë persona që kanë histori. Nuk mund të japësh ti, sidomos në një biznes të tillë, domethënë që ka lidhje me turista, që mund të ishin turista të huaj. Po të shkel me aty huaj, po të kishte qenë atë natë në hotel, ata të shkel kosovari që njësoj me ne janë. Një mut jemi të gjithë edhe prap ishin trembur edhe kishin ikur. Jo më ishte një huaj shikoj aty të bëhet si duke lozur Vice City, si duke lozur San Andreas aty. Normal atje plasi si Tony Montana. Say hello to my little friend. Tamam më plako. Wow. Çfarë po bëjmë plako, po vemi kështu. Si mund ti lejosh persona të tillë domethënë të marrin përgjegjësi publike, se është përgjegjësi publike, kupton? Po. Përderisa ti jep atij një licencë apo jep atë lejen që do t'i jap të taksën ty në fund sa kanë bledhur nga shezllone, përderisa ti e le ata të shërbej çdo lloj njeriu, pa pikë pa presje, domethënë pa asnjë lloj diferencimi, është përgjegjësi publike, do të jenë rob, duhet të ketë një farë sigurie, domethënë do të di robi se kujt po jap lek. Po ajo është kështu, por ta zëm se, okay, dakor, ti u ndodhi ç'a ndodhi ajo, ti shkove morë armë të vrave me atë botin. Ata që ngelën domethënë nga ajo. Ç'a kujtoni se do bëhet? Ti do marrësh pjesën e plazhit se I vrave ata të tjerët, edhe shteti s'do të bëj asnjë gjë, ti thjesht okay, vazhdo se kështu mirë e ke. Jo, aty mos e çof fare ti plagos, ata persona nuk është se janë aq të ndritur nga mendja sa të mendojnë ai. Po prandaj po them që edhe ajo është problemi, po se ku po shkon, nuk është se je këtu ti ku diun perëndimi I egër, kur hyrë Amerika më parë që erdhën rob, vinin nga vinin, vriteshin edhe bënte duelin ai pastaj, eci 10 hapa, po eci dhe unë e kthehemi, kush juani parë.
Ore kjo është një gjë tjetër që ka nxjerrë në pak kjo, domethënë që është një çike frikshme. Që ose armët nuk janë larguar asnjëherë, domethënë ose janë shtuar prapë, ose ka filluar një tregti tjetër e brendshme e armëve, domethënë se mbase kanë qenë aty gjithmonë, domethënë, po tani që po i shikojmë në aktivitet, po duket si një numër shumë i lartë armësh. Po i heqim ato vrasjet e Florës së budalliqe, kupton, ata që janë me vrasjet e paguara për muhabete droge budalliqe. Po themi për kështu për banale, kupton. Jo ai që vrau atë në Shkodër me kallash dhe i xhironte gomat e motorit, këta që u vran këtu tani, në thërmia ndej ishin djegur dhe njëri tjetër. Ai shkëti sa kishte marrë licencën nga shteti për të vënë shezllone kështu, një 10-20 copë kishin djegur aty. Kupton, aty kishte dhënë shteti, aty kishin djegur. Edhe krimet e tjera ai që vrau Dhëndrin apo ke pafund do buri dhe thjesht hap ato lajme ti ke kështu si skedina. Po është ajo problema ajo është se cili i hip në kokë aty dhe mendon të bëj vetë drejtësi, se nuk ka një besim tek shteti apo tek gjykata që do bëhet. Edhe nëse do shkoj atje fiton ai që kam shumë nek. Ka shumë armë zemra, ka shumë armë në qarkullim o ju. E di për në 97 që u hapën depot se ata, domethënë, u bë një farë mbledhje, po është njësoj si këtu në Amerikë që thotë ky duhet të vëmë ligje akoma më të fortë që të kontrollojmë armët. Po jo, s'ka lidhje një për ligje, duhet dëgjoj, se ja ta shpjegoj unë ku është, se ai që do i bindet ligjit është qytetar i thjesht i është bindur ligjit, më vaji, do thoya, "Ok, dakor, nuk u e bledhun me këtë se kështu më thot ligji." Po ai ligji nuk ka fuqi te kriminali më, por se ti shtrëngoj ligjin sa të duash, kriminali do i gjej armën, më kupton? E di, po prapë, po futemi në darkë, do di më të muhabetin, domethënë ne jemi të dy të njëjtin mendim që ai ka gabimë, nuk gjërat nuk rregullohen duke bërë ligje të tjera, më thon të zbatohet ai që është tash. Në Shqipëri çfarë mund të bësh? Unë mendoja për shembull çam jeshu të japi në një afat tjetër, atë thonë për shembull. Po shkoj që nga 97 shumë njerëz i fshehen ato armë që kishin, nuk i kthyen mbrapsht atëherë kur u bë ajo mbledhja dhe i kanë akoma më. Domethënë, kur kam qenë i vogël kemi gjetur granata në përcepa të fshehur. Gjetën ne andej në Ilias, ato kodrat e uznovës sa duash ti armë pa fund, me armë kam qenë apo. E zëm, të them unë tash një ide të mirë inxhinieruar. Ekziston kjo si fjalë? Ja, thash më parë. Çto ta shkoj fjalorit. Fillon nesër është një mut, çfarë është? Korrik. Nesër është një korrik apo. Po sikur ti themi ne, me thënë zëm se ti je kryeministri, unë jam kryetari i parlamentit, varilisht. Do i themi robe valla nga një koriku deri në 31 gusht. Nuk keni aftësinë, domethënë të jep të dorëzoni armë që janë pa leje, domethënë për dega policisë ose në për vende kështu si tip kasa që mund të vijnë pasi lloj ndëshkimi dhe pasi lloj ndëshkimi deri në 31 gusht, po duke filluar që nga 31 gushti ne do fillojmë kontrollet. Edhe dënimet për mbajtje pa leje, domethënë do 3 fishohen ose do 5 fishohen. Po si mund të bësh kontrollet ti, domethënë, nuk nëse qeveria do bëj kontrolle në që është kompetencë shumë e gjerë, thjesht do shkojnë në shtëpia ku dyshohet se ka armë, do futet brenda pa mandat, pa asnjë gjë. Me mandat valla, dyshohet se ka armë burr, duhet ligj speciale Juli. Për një herë, për një periudhë deri në fund vitit. Shiko, unë e kuptoj se ku do të dalësh ti me këtë. E di që ti ke qëllime të mira, po nuk është mirë që ti të japësh qeverisë fuqi speciale që të futet në shtëpi ty të shikoj për armë apo ku ta di unë. Ajo është thjesht përkohësisht po them unë valla. Po jo ta them. Po ajo është gënjeshtra më e madhe qeverisë. Çfarë bën qeveria përkohësisht? Të predefinuara, të predefinuara. Nëse të predefinuar, thashë që domethënë ka kushteti, domethënë nga 1 shtatori deri në 31 dhjetor 2021 bëj kontrollet më vonë, ligji nuk vlen me ata, është të predefinuar. Se nuk është asnjë gjë e vështirë të vësh një datë atje, një datë e pathyeshme, një datë e panegociueshme. Po nuk janë ata lloj këta më po shef. Po ju e dini, ne tani do të diskutojmë princip. E para e punës, ato do përdorë për ndëshkuar kundërshtar politik. Kushdo që të vinë pushtet për ata do e përdorë për atë punë se s'bën. Aty ka probleme shumë më të thella se sa ajo puna e armëve që duhet filluar nga ajo që të rregullohet ajo. Nuk thjesht do mbledhim armët ne dhe do rregullohen, se ti po thua sikur armët e kanë fajin që vriten njerëzit, se po s'pati armë ai, okay, do i çonte kokën me gure nëse s'kishte armë. Jo, se kam fjalën atje, nuk e kam fjalën që është që armët do rregullohen ata, nuk armët thjesht mund ta zbusin, por nuk e rregullojnë problemin. Ideja është shumë për shembull, nga që është kjo vara që janë bërë shumë vrasje,
me thënë mbase shëmbëllen dhe atë gjysmën më të mirë të njerëzve, domethënë që ata i kamariri shkreqëve ti që kishte ditën e parë punës apo ata dhe familja që u ran aksident, domethënë me qenë se është kjo rrymë kështu, domethënë t'i japësh një shans robe që shikoni edhe apo janë viktima që nuk i kanë bërë asnjë gjë njeriu. Dakor, ajo është ja japësh një shans më po them, nuk po them se ai që është jemi ai do i gjej se s'bën. Ne bëna 4 ditë, nuk diskutohet. Rusja shumë pak do i kthejnë armët. Ata që i kanë mbajtur armët në 97 e kanë mbajtur për çka kanë mbajtur ku ta di unë, po. Besoj se do i kthejnë armët ata se qeveria e thotë që do i kthejnë pa ndëshkim. Por mund ti, po mire, okay. Mire, e heqim ata volin atë kontrollin. E bëm pa kontroll fare, që mos të kontrollojnë shtëpinë. Thjesht vati japi një periudhë që për të dorëzuar vetë, kot, sa për t'ju thënë që unë dola borxhi, domethënë. Edhe pastaj pa kontrolle fare, vetëm kur të bjeri kështu, domethënë, kur të ndodhin gjëra, të arrisin atë alla para mbajtje pa le, mos ta kenë kështu 7 muaj deri në 5 vjet, në 7 vjet sa e kanë. Ta bëjnë ata, direkt barabartë me vrasje. Shëndet. Ndje. A shumë më dëgjoj. Ja, prandaj na duhet një zyrë tamam që ta bëjmë podcastin rahat. Po. Ta izolojmë. Dëgjohet ky tipi këtej që po flet me shtëpisë? Ja. Është një këtu knaç. Një latin kështu sa e ka zgur, mbyllet e hangër një morë në hang. Ja çohen kam. Si diella, unë ta vrasësh me sa duash, nuk çai bëhet. Ke çai bën këtu? Po s'është puna e garën për mendimin tim që ora atyre lëre armë të po them çfarë ti bësh fenomeni, çfarë ti bësh persona. Fenomeni, po çfarë do ti bësh po? Aty do të fillojnë na drejtësia e parë punës. Po s'padet besim te drejtësia tamam, ti do bësh vetë drejtësi. Nuk domethënë si e mendoj unë të gjitha aty kthehen prapë. Kur e mendoj, ta mendoj nga ata dua aty kthehem, ajo është e para për mua. E para për mua nuk është, ajo është e dyta për mua. E para për mua është policia. Policia duhet të kthehet, duhet të bëhet siç ka qenë policia në Amerikë deri në vitet 2005-2010. Ashtu duhet bëhet policia plako, që bam ti ve atje, jo ai thoi atje X-et bëra robët edhe këto atë ose të dërgojnë që të kenë frikë policës, mos i heqin nga puna dhe i dërgojnë në Tirana, në Fiere, në Berat apo në X, në Y. Mos të ketë frikë polici fare domethënë ato, të ketë pushtet valla. Nuk është puna aty më mirë është se okay, dakor, policia e kapi dikë, po ku do shkojë? Aty nëse nuk e zgjidh drejtësia, nuk kemi një sistem që dënon personin që bën gabim, edhe dënon tamam, jo. Po pra, është hallka e dytë, pra, nga thashë është e dyta, kupton? Po ajo është e para për mendimin tim, se policia nuk mund të, nëse nuk i jep dot fuqi policisë, nëse sistemi i drejtësisë nuk funksionon, se policia kap atë. Mimi dhe vjen pak me realitetin. E di unë çfarë thotë, ajo që ndron, ajo është problem vërtet që ndodh në Shqipëri, e dim të gjithë ata, po ka të tjera fare kur ka pasur rob që kanë thirrur policinë dhe i kanë thënë në çfarë policinë mund të vrasë para policisë. Edhe policë në kemë edhe hiç, kupton, vetëm rinin aty. Prandaj po themi që fillon që aty s'mund të janë ca gjëra që janë norma buri dhe. Unë nuk po them tash ju të bëhet si Gestapo, kupton që të marrë të persekutoj çdo lloj personi të mundshëm. Po tani disa gjëra që janë vizive, domethënë nuk mund të tolerohen buri dhe. Ora atyre sidomos edhe për këto që lidhet me atë aksidentin e me dy dhe me të tjera, aty të kanë ndarë llafe të gjitha po. Mirë zotëri, unë nuk po them tash ti filloj ti kontrollosh çdo makinë të mundshme, kupton, sa ajo është absurditet. Po tani një që xhiron goma, po një që në rrugë brenda qytetit në vend të 50 ecën me 100, tani ti të gjithë kemi sy e burrë, nuk është vetëm ti e pe dhe ne të tjerët se pam edhe hajde mos e kush e pa. E shohim të gjithë. Çka ku e ke ti s'ke asnjë lloj prestigji, pastaj s'të respekton ti. Pse do ta respektosh ti policinë kur ti e shikon live që ai policia nuk e vë ligjin në vend. S'ke arsye. Është, domethënë në parë punës më burr ajo duhet të jetë policia e shtetit, se është policia e njerëzve, policia është për njerëzit aty. Normalisht. Po ajo policia si përdoret aty, përdoret për të mbajtur shtetin. Edhe ajo është problem. Nuk ku ti që ti ke për shembull 21 janar që policia qelloi mbi protestuesit. Dakor, ishte garda ajo. Po domethënë është pak a shumë e njëjta situatë. Kushdo që vjen aty me pushtet ka policinë në gai ndor.
ato duhet të jenë sa më të pavarura nga njëra tjetër. Për shembull, gjykata dhe policia duhet punojnë afër me njëra tjetrën dhe të jenë të pavarura komplet. Po ne e dimë që aty në Shqipëri nuk funksionon ashtu. Normalisht, është e vështirë por është vështirë, sidomos në Shqipëri është e vështirë. Këto fliste në një nga ato që kanë parë fliste një ish në falë shashis më vjen në mendje si e kanë gradat të policisë. Po një ish oficer policia, po oficer me rang të lartë policie, domethënë që e shpjegon, domethënë që siç ka qenë në vitet e komunizmit, vitet e fundit të komunizmit dhe vitet e tranzicionit. Domethënë pastaj ka lënë punën. Kur kanë filluar pisliqet të hapura e gjitha të tjera, domethënë jo sa atëre se thonë njerëzit që Enveri bën të shtet, ka pasur pisliqe në kohën e Enverit, domethënë pa fund fare. Po të paktën nuk xhironte makinën e njeriu përpara policisë, e kupton? Kjo është tëra, se krim ka në çdo. Po ajo nuk është puna se komunizmi kishte rregulla më shumë apo jo. Aty ishte thjesht që nuk përshtatej dënimi me gabimin që bëje. Ti mund të flisje gabim edhe ha e burg për të jetën, domethënë ishte thjesht frikë, ishte terror, nuk e se kishte ndonjë gjë më shumë ajo që. Edhe prap ka pasur krim. Nuk flasim krim, po jo ato pseudokrimet, jo kështu gjasme armiku shtetit. Krime, vjedhje, vrasje, balliqe ka pasur sa duhet, pavarësisht se nuk reklamohesh, se haron njerëz që edhe mediat e ka pasur shteti, prandaj. Po pra, çdo gjë që kontrollon nga shteti, po për shembull, për një person të thjesht, domethënë nga frika nuk i bënte ato gjëra. Edhe i duket sikur nuk kishte, se nuk dëgjonte gjë. Prandaj ashtu funksiononte. Se kemi kaluar në atë pjesën e komunizmit që presim gjithmonë shteti. Prandaj thonë njerëzit ka fajin shteti gjithmonë, se marrin përgjegjësinë vetë dhe ne nuk e kemi kaluar akoma atë ne. Ne duam të marrim përgjegjësinë shteti domethënë, se nuk e mbajmë atë përgjegjësinë vetë. Jemi akoma adoleshent në atë pjesë. Është se di, ajo ku diun se duket edhe pak shumë, po ti ke domethënë brezi jonë që janë të interesuar fare, domethënë pak a shumë një pjesë shumë e vogël janë të interesuar se çfarë drejtë po ndodh me këto gjëra apo pjesa tjetër shikon atë punën e vet edhe hajt mos se do bëhet, do rregullohet. Po nuk domethënë ajo pjesë këti, vetëm këto dy shtresa këti. Se është ajo shtresa tjetër që është bashkëfajtore në këto gjëra që ndodhin. Po prandaj po them që mos të bëjmë se ekziston, se shoh të mitja. Po nuk e bën nga të rinjt aty, nuk do bëhet, se këta që janë rritur në komunizëm këta janë mësuar me kultin e individit, ta janë tifozët më të flakë të Edi Ramës, të Lulzim Bashës, apo ku ta diun se kush drejshin tjetër është aty. Ta janë tifozët më të flakë që janë për ata, se ashtu janë mësuar, jo kulti i individit dhe të gjitha ato tjerat. Po paktën ata të rinj që nuk janë rritur në komunizëm, u rritur në këtë kohë demokraci që ishte si ishte, po të paktën pseudo-demokraci. Po ata nga ata prindër janë rritur e dim shumë mirë, por më përmendim emra këto që e dim shumë mirë. Ata që kanë qenë që vinë për freshra, në përgjera, akoma sot sa ditë vjen aty. Po edhe ajo vazhdon në ri, po e trashëgohet apo është si sëmundje, kupton? Siç trashëgohen sëmundje, trashëgohet ajo normalisht. Se ti do mbash gjithmonë ata anën që kërkon interesat, nëse se nuk kanë integritet personal. Ma vjen keq e them kështu, domethënë edhe turp më vjen se s'më vjen mirë, po nuk ka integritet personal. Në momentin e parë që në mendimin tim ti ke të domosdoshme të zgjedhësh një palë, ti gjaj ke humbur atë debat, e kupton? Je gjaj i humbur atë, kur je i detyruar të zgjedhësh një palë. Nuk ka nevojë për diskutim, ti automatikisht ke humbur, e kupton? Po ajo është kemi edhe këta që janë rritur me ne, se nuk jeni ne të pasur, nuk jeni ne të mirë të Perëndisë. Sa shok keti apo ka mund domethënë që bëjnë të njëjtat budalliqe, domethënë jo me makina, jo edhe me armë, domethënë. Unë njoh persona domethënë që kanë bërë budalliqe edhe me armë, kështu që kanë nxjerrë për Instagram. Po vjen normal, edhe ku kam qenë shkollë të lartë, vinin njerëz aty që thonin, "Okay, pa shkollë me këtë partitë se s'dua të them emra vajlesht." Edhe do të ndihmojmë në ty të kalosh provimin. Po ata kanë kjo lloj gjë, infektuar që nga kriminali më mediokër, që nga xhepisti, deri te avokati dhe inxhinieri, e kupton? Janë të gjithë palë. A është si tip profecia më që ata thjesht i krijojnë vetë tallo njerëzish, është sistem komplet që thjesht infekton njerëzit që të vazhdojnë në po atë njëjtën rrugë që kanë ardhur deri këtu dhe s'kan parë në ndryshim. Po sistemi politik që kemi ne aty është mua s'më duket se është shumë larg komunizmit.
Jo, është përkundra, si shumë afër. Ka emrin demokraci, domethënë, po ashtu siç bëhen zgjedhje, domethënë dihet pak a shumë domethënë se ç'a pritet, e kupton, si nuk demokrat ose me parime demokratike domethënë më shumë nga të gjithë sa kemi pasur ne, domethënë gjithë jetën tonë, e kupton? Kanë qenë persona që kanë qenë komunista më parë. Po. E kupton kujtojmë? Ajo është e drejtë, se do me thënë, ti ke dy parti që për teatr politik që bëjnë aty, përpara njerëzve janë kundërshtar aq të thehur kundra njëri tjetrit, sa janë gjithkohës tu aty, janë në fytyn e njëri tjetrit, do ketë debat shumë të fortë në parlament, do ketë kundërshtime. Çfarë po thua ti, ata hanë kur fërgesë, vjen puna pastaj, me meze, me gjëra me njëri tjetrin. Kur vjen puna pastaj, ata vazhdojnë pak a shumë po i njëjti program, bëjnë palë, bëjnë koalicione, bëjnë gjithë ato të tjera dhe ku di unë që edhe vazhdojnë gjërat ashtu siç kanë vazhduar, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Se ti përveç atyre ti ke dhe këtë më po që ti ke një deputet të korruptuar tani, vetë deputetët duhet të zgjedh të vendosin tani të ishin imunitetin atij. Këta që janë shok të ngushtë. Turpi madh. Ta që janë po nuk merren njëri me këto, e kupton? Disa merren me njerëz të plako, merren me atë, shikoj, ja. Pse a mund të vëmë në Europë, shikoj çfarë veshë. Ku do ti, ka veshur çitian. O zoti i madh, e kupton? Po mirë më burrë, po ti ke ku di gjano, atë ka marrë tjetri tokën apo s'ke të hash apo ke një hall, nuk po të mbaron do të çesh janë gjykata. Jo, është vërtet që ajo të shqetëson nga të gjitha këto që janë krijuar. Ajo të shqetëson më shumë se çka ka veshur ai. Unë se kuptoj pse duhet vemi në Europë në veç hapjes kufive. Ajo është, do me thënë, po të pyesësh për vajtër në Europë, jo. Kota ajo ishte një gënjeshtër e bukur, ata që e besuan atëherë kur e besuan, s'kemi për të vajtër më. Dakor, po çdo një, do me thënë, njeriu mesatar që është aty, nëse do e pyetësh, ajo është gjë e parë që do i shkojnë në mend, që kupton ti, të shkojmë në Europë që ne tikin. Që kemi kufit e hapur. Nuk shiko. Duhet para të pjesën e gjeopolitikën, domethënë se çfarë ndodh, çfarë bëhet, nuk kemi për vetë në Europë, nëse kemi për po të vëmë, do vëmë në një status tjetër me ato llojet e profileve vetë reja që po krijohen, domethënë që mund të dalësh, mund të ikësh. Mendimin tim domethënë nuk ka më vlerë, ta ardhmja jonë është në Ballkan, për që ta shtrëngojmë bythën e mirë ta, të sqarojnë muhabetet e minoriteteve, si tona këtu, si ta atyre tek ne. Edhe të bëhen me njëri tjetrin, ajo ishte diçka e bukur, domethënë pra ishte kosa e menduam, po nuk funksionoi, e kupton. Edhe është hapur që nuk funksionoi, pa asnjë dallim i kotë, domethënë bëri ai, dy anët, e kupton. Se në Shqipëri është i vetmi vend në Shqipëri për shembull, absurditeti, që thonë që e ka fajin ata regjirun, e kupton, atë si bie, qeveria. Kurse për çdo lloj integrimi, çdo vend, edhe Maqedonia, çfarë turp jemi ne, jemi mbrapa Maqedonisë. Edhe Maqedonisë kur e thon ata e thonë ka fajin e gjithë klasa politike, të gjithë ata e thonë të gjithë që edhe opozita ka rolin e dytë më të rëndësishëm. Kurse në Shqipëri nuk quhet vetëm ai që është përpara, kupton? Edhe nuk është se e thonë vetëm ata, që janë politikanë, se ata me ata kanë bukë, kupton? E thotë një rob individ, e me Ramën do themi ne. Nuk ka rëndë domethënë që me Europën edhe ti si individ domethënë. Edhe ato kur hedh letrën ti, që hedh kështu në shesh, jo në kosht, domethënë. Edhe ajo është vlera jote, dhe ajo është impull, dhe ajo është gjë që shifet. Po sa do të trasin mendje domethënë, bëjmë vezë me tjetrin. Ndryshimi vjen nga çdo person, nuk është se do dali njëri aty në krye dhe do na bëjë neve vend model në botë. Ajo që ke thënë për atë është domethënë që delegojnë përgjegjësinë shtetit. Nuk e di kur e ke thënë, nuk e di të cila pjesë e ke thënë, por që e ke thënë që e duan t'ia bëjë gjithë shteti. Ajo është. Nuk e mbajnë dot përgjegjësinë vetë, do të delegojnë shtetit edhe shteti është përgjegjës për të gjitha. Po është si ajo më që siç thaj Jokeri atje te filmi që ky qytet meriton një klasë më të mirë kriminalësh. Tamam. Po ne, domethënë ne marrim atë që meritojmë, por se kur ti tani çdo gjë bëhet sipas atij, pjesëtuesit më të vogël përbashkët. Normalisht. Sa më i vogël ti je ai, aq më të vegjël do jenë ata që vinë, që janë bazë. Kështu që ja që pas kemi fajin të gjithë, si unë, si ti, si tjetri. E kupton? To do e dilja domethënë se ai që atje e tha se
Se herë që japën këtë argumentin pragmatist, domethënë që kur i them robëve që ora ata për vjedhje, në kupton. Po pse vjedhin të javë të i korruptojnë, po nuk korruptojnë, të pse vjedh Merkel? Ora zotri. Ajo nuk e ka mundsinë. Jo, po domethënë, se kur flasi për korruptim apo ti ke këtu kompanitë Facebooku apo ta di un Google e gjithë ato tjera këta bëjnë donacion direkt tek fondi i fushatës për politikanët amerikanë. Se do të thosh edhe nuk asnjëri nuk thot dot asnjë gjë për atë se është e lejuar që të marrë donacione ai. Po pse kur ty të jep lek Facebooku ta zëm të jep $5 milion e të jep direkt atje te fondi fushatës, ti kupton se kjo kujton se kjo nuk ka asnjë lloj ndikimi tek politikani? Jo, dua të them, po nuk korruptohet drejt në far pike, kupton që të mos marrësh punën e Julie, kupton, nuk është si te ne. Po kjo është fiks argumenti që po bëj unë tash. Domethënë që edhe ata atje, edhe aty ku janë, në qoftë se një shkallë më poshtë se kësa këto 5 milion, në qoftë se ata do kishin mundësinë, domethënë që edhe 1 milion për të korruptoheshin, domethënë për diçka më të vogël. Do e bënin më valla. Po për sa kohë, domethënë çdo njeri ka të zilinë e vet, po do shi të jetë gjithmonë sa më mirë për veten e vet, të rregulloj veten, të rregulloj familjen. Nuk sa ka njohur, sa individ, ore sa figura politike njeh ti personalisht që kanë qenë për të mirën e popullit. Asnjë. Është që kur kemi qenë nga majmuni, deri tani më burr ti ke parë interesat e tua dhe interesat e familjes. Aq bazike është ajo që në trurin tënd është instinkt. Si mund mendosh tani që ky do mendoj për mirën e gjithë popullit? Domethënë ai në radh të parë do mendoj për mirën e vet, familjen e tij. Se ndodh çan ndodh nesër pas nesër ti atë ke instinkt që të është mësuar nga ku diun miliona vite histori që ka njerëzimi. Ne duhet ja bëjmë atyre daku që mirëqenia e tyre, nëse do të zgjidhesh për një post, mirëqenia e tyre domethënë ose familjes tyre të jetë ndërlidhur me mirëqenien e atyre që ata mendohet të përfaqësojnë. Këtë e kam përpunuar çik vetë se kam marrë vetë, nuk e di, nuk e mbaj mend se kush e ka thënë te Joe Rogan, më thënë që ata e kanë thënë që kështu cop, domethënë që të paguajnë në bazë të atyre, domethënë të fitimeve ose të legëve që xhiron një shtet apo një qytet atje, si kanë të ndarë ato. Po kjo në Shqipëri domethënë është më e thjeshtë për të bërë se në Amerikë, domethënë në Amerikë po flasin për gjëra kolosale, kurse në Shqipëri është vend më i vogël, domethënë mund ta bëjnë ata, kupton. Dhe kryetarin e bashkisë bëja me përgjigje ti, sidomos atë vend nga vim ne. Bëja te kryetarin e bashkisë atë plerën e Beratit që vetë nxjerr lloj budalliqe, kështu se ndjek asile në Instagram, shikoj se super propagandë na hapi barku. Bëja ti tjerë. Bëja rrogën ti aty, po jo kështu, fikse domethënë mos jep buxhet për të ndërtuar gjëra. Bëja një çik ti domethënë që sa nxjerr shteti aty, domethënë sa GDP, sa fitojnë edhe njerëzit e biznesit, aq do ta marrë dhe ai në 1% të caktuar të asaj. Edhe të shikosh ti pasaj si do punoj, do hidhen puk ti pasaj. Pasaj do bën kapitalistët më të mirë të mundshëm. Ata kanë rrugën fikse dha, kupton, ai thotë ai kokoshi i sipër, thotë ora aty do kesh kaq lekë të besh babum se na duan si jetën tjetër edhe atë çao. Po është komplet qeveria bërë si një kompani që s'ka rëndësi se si performon kompania gjatë gjithë vitit, ata njësoj do paguhen. Se kompania zhytet me kokë apo ngrihet lart apo ku ta di unë, ata gjithmonë paguhen po një lloj, vendosin vetë se çfarë rrogë marrin e gjithë ato të tjera. Ne kupton nuk e di. Është shumë e keq. Ajo është po nuk mund t'ja lësh gjithë gjërat, t'i lësh në dorë të shtetit ti se s'ka njeri që i mban që i shikon ata e para punës që ti japi përgjegjësinë që ore këtu e ke gabim, nuk do të njeri kundra e para. Edhe ata që duhet të kontrollonin janë kaq kohë që janë në krizë, që nuk janë që kundi, që si dihet çfarë do bëhen. Ata janë bërë pjesë të sistemit që i kontrollojnë. Si di edhe, nuk e di. Se muhabeti, domethënë fundi ku më rre mua gjithmonë domethënë, puna e fëmijëve valla. Qa shembulli po japin apo ato dali babai vetë shikoi lajm tash u vran për sheslon, u shtypën në makina, u plasën në makina andej, u vran këtej për një çadër apo kupton tash ti. Se do i shikoj familja, se e dinë shumë mirë se si janë familjet në Shqipëri po.
Për çfarë shembull do merri? Për çfarë do të mësoj? Ti isha un fëmijë tash, kur shikoja lloj budalliqe, shikoja të gjithë horrat e mundshme, domethënë me Mercedesa, me të gjitha me lek shtëpia bari, me kokainë, çfarë të vjen në mendje? Pse do të jemi aq budalla sa të vete mbrapa një shkolle? Çfarë po bëjmë valla? Çfarë po i mësojmë aty? Është ajo që ai gratifikimi i menjëhershëm që çdo gjë do ti tani se kështu të shkoj ty, po është kjo që për çfarë ne po e bëjmë të si ti podcasti, se na dëgjojnë ata 30 veta që na dëgjojnë thonë ata po edhe këta ngelen gjithë ditën duke bërë moral. Po se s'është puna vetëm tek morali, por këtu e para është ore unë seriozisht mbasi nuk duket kështu valla, edhe nga intonacioni apo nga theksi apo nga butati. Unë e them se më dhan vërtet valla, më them me zemër. Çfarë më plasë travi mua valla, unë mund të ikë tash pja një bimë çunat poshtë. E kupton? Edhe isha në rregull në çefin tim, e kupton? Po pse kështu do vazhdojmë përpara? Puna është gjithse cili ka atë pjesën e vet për të bërë. Nëse ti do një vend më të mirë, ti ke një pjesë tënde që do luash aty. Nuk është se ti s'ke asnjë gjë për të bërë, do e bëj gjithën shteti para punës. E dyta pastaj është ok, dakor, nëse ne rrim bëjmë moral tu dhe bëjmë kështu, ata që thonë se kemi ne gabim, le të na thojmë por edhe ne atë duam të paktën, që të bëhet një farë debati, mos ngelin njerëzit thjesht shikojnë X televizion apo Y televizion e thonë ok, ne kaq ti ke mundësi më dha që mendon se ne kemi gabim, bëj edhe ti një podcast, ti ku e shkarkove këtë aplikacionin aty edhe po e bën më burr. I ke gjitha mjetet që të bësh diçka, nuk është se duhet pres gjithmonë gjithkohës që ok, po gjoj te ky televizioni unë edhe. Nëse ke diçka për të thënë thuaj më, por nëse mendon se do bëj ndonjë ndryshim apo diçka, se nuk ndalon njeriu para punës. Normalisht, po ajo është ideja e gjithë me se që ne kemi mundësinë dhe i bëjmë, e kupton? Po. Më desh shko, sa ta mblidhja me anin, me thënë, ne dim shumë mirë se ajo kemi bërë shaka bashkë, me thënë, për ta nisur edhe për kështu edhe kur kam dërguar linkun e parë mbaj mend që më thej që ma mori mendja se që do ishte kështu. E prisja nga ty. Po që po rrotulloj. Vjen një moment të plaka, kupton që nuk durohet më atë, domethënë edhe unë për momenti ku jam tash, domethënë me këtë kaq kapacitet sa jam tani, domethënë këtë mund të bëj. Me kismet kur të filloj një punë tjetër nesër pas nesër të blej aparatura, do mundoj të flas me më shumë njerëz, e kupton, do kem një çik më shumë kohë, të gjitha gjërat e tjera. Po duhet të merren në ide ose nuk mund të dalin në për ekrane apo në për Instagram vetëm individësh domethënë që janë në për shtëpia bari. Jo se kam ndonjë gjë, unë duhet të qartësoj diçka. Në qoftë se vetëm një nga ata çunat e barit të dëgjon këtë. Ju them diçka valla, në qoftë se juve vini atje, domethënë me një perspektivë që ato lekët që do bëni, që do t'i mblidhni, do t'i investoni ose do bëni diçka, domethënë për të dalë nga ai ambient një, për të dalë nga një ambient një, edhe për të krijuar një jetë më të mirë, domethënë. Kudo qoftë ajo, mund të rini aty ku jeni, mund të ktheheni prapë, mund të bëni lloj gjë. Ju bëj halal, ju bëj Zoti. Unë keni mbështetjen time, domethënë shpirtërore nga të gjithë anët. Ajo punë për pavarësisht ata që thonë që ose drogat janë të këqija kështu, ajo punë kërkon bolë domethënë. Kupton? E thën tazë fare. E thën çeto ajo punë kërkon bolë. Po edhe ajo është Juve, e kupton? Bravo ju qoftë. Për atë punë ka treg, dikush do ta bëj. E bëni Juve, ju ruaj Zoti. Po ama në qoftë se po vini domethënë atje me pa lloj perspektive. Zoti ju ndihmo, flas se nuk e dini se çfarë rrugë po i hyni. Edhe do vini, do bëni 10.000 euro, do bëni 20.000 euro. Do vini në portfolio, do blini në një makinë, mbas 5 vitesh do ikni prapë se ju mbaroni lekët. Ato vuajt që keni bërë, ato rrugë me kamiona që keni kavajtur atje, ku jeni futur në frigorifera në preqera, mbajeni mend kur ti keni ato lekë në dorë. Nuk është ajo shisha e vodkës, që mund ta vësh atje me fishek zjarra në për klubin e përshu, po është ajo që do sjellësh ta mbrapa. Se keni lënë prindër mbrapa, keni lënë nëna që sado e din apo se din se çfarë jeni duke bërë, prapë e dhem se si ka atje, se ne jemi vetë larg edhe kemi vetë prindër, pavarësisht se s'po bëjmë asnjë gjë të keqe. Edhe prapë janë të pikulluar. Në qoftë se jeni vërtet me perspektivë, halali jo bëv Zoti dhe jo bëv Zoti mbari, ta keni sa më të thjesht rrugën. Qoftë se jeni vëlla një orë më përpara thirrni mendjes nuk ka kështu. Jo, është se dakor, ai shihet në asaj punë e merr parasysh rrezikun që edhe
domethënë Allah i shoh që e bën, por nëse bën atë, mirë ato lekët, po të paktën ta kesh fare ide ashtu si te ti se gjithkohës duhet ta mendosh që nuk bëhet ajo punë gjithkohës, kupton, edhe plus që janë shumë gjëra që s'janë në dorën tënde, se të kapi policia aty, le të jesh i mirë sa duash, ti ku do shkosh. Ja, tërë ato lekë që bërë, as një s'të hyn në punë fare një. Se veç asaj, jo se u rrite, iku mosha, nuk e bën dot me atë punë, ti ke edhe këto rreziqet e tjera. Normalisht jo vetëm jo për atë, por për gjitha, e kupton? Se nuk se ka dhe se thonë njerëzit jo po çfarë do bëjnë, s'kam një perspektiva për gjë. Ti jemi një çik pragmatist, domethënë, unë mendoj, unë kam ciu, po mendoj që në mos shumica gjysma atyre plako nuk kanë tek për bukë, kupton? Pak nga njerëzit që njohim ne edhe ti. Nuk ka qenë njëri që ka qenë në vuajtje buke që nuk ka vajtur atje ku s'mban me, domethënë edhe i duhet se s'bën ajo se s'ka rrugë tjetër valla, kupton? Po vetë dakord. Ajo është ka një farë ndërtimi, mund të kenë bërë një punë tjetër apo mund të kenë bërë një shkollë apo ku digjë. Përdorini ato aq mend sa keni, domethënë, tregoni të zgjuar. Se sa shpejt ikin ai vina. Po ajo nuk është se u nisën tani gjithë të rinjtë dhe do shkojnë në shtëpi bare do bëhen gjithë Tony Montana. Nuk bëhen gjithë Tony Montana, më po edhe jo vetëm në atë lloj pune, domethënë në çdo lloj fushë në jetë që të marrësh ti, nuk do bëhen të gjithë ku diun Elon Musk apo po, si su bëhet Tony Montana, nuk e bën. Shumica e njerëzve që punojnë, do arrishin nivel jetese mesatar, por do jetosh brenda mundësive të tua. Një pjesë shumë e vogël atyre njerëzve arrin që bëhen jo Elon Musk, jo bëhen Tony Montana, Pablo Escobar apo ku ta di unë. Domethënë edhe këto gjëra që duhen menduar janë. Po mos harrojmë faktin që të bësh Elon Musk apo Bill Gates, domethënë jeton edhe merr ato Dick's Burgers çka ka qef ai. Kurse po ti je Escobari të vrasin në rrugë me delinë, e kupton? Tani, se kush është më e rëndësishme për ty, e di vetë ai robi që e merr të individin, e kupton? Po që në qoftë se keni të kështu vdekjet, domethënë, jashtëzakonisht mjaftueshme mos e bëni. Se bëni ose është si bari apo si droga vetëm, domethënë, të bën të varur ajo. Se nuk të bën më krau të punosh një punë tjetër kur e shikon sa shpejt i merr ato. Se nuk është aq dukshëm ai risku, e kupton? Normale se ti kur do të bësh diçka, domethënë, ke një mur aty dhe thoj ti bie me kokën ti ta thyej këtë murin. Që ti nuk mendon ti bie më fort, ti thua o dalë se më dhem, apo marr çekanin, e prish me çekan. Gjithmonë do shikosh për atë rrugën e lehtë. Ashtu janë njerëzit vetë, domethënë, po. Është shumë gjë e mirë, kupton, po që duhet shikoni çik ato afatgjatat, e kupton, ato duhet mendoj edhe se janë akoma trinj, apo prandaj është shumë se nëse do kesh në një rast që do vinte në një xhaxhi kështu, domethënë që është 55 vjeç vëlla ka nesër nga puna, nuk gjendet me punë aty, xhaxhi, jepi xhaxhi. Gjithë Britaninë mbush me parë, kupton se ai vëlla i ka bërë fëmijët, me shumë mundësi ka një prambesa, e kupton, janë mbyllur jetën. Jeni të çuat trinj kur nesër të krijoni një familje. Ton do njohim personat të tillë. Është plakati mediat sociale dhe gjitha këto budalliqet janë shumë shembuj që kjo është jeta, makina, shishe tek folea ku drejt ti ku ta di. Folea. Mire, lere mos e lëviz shumë bukur e ka thënë folea. Ajo është atë e bën, domethënë e bën një javë për që e bën për qef, se edhe kur e bën ditë për ditë atë të mërzitet edhe ajo aty ka lezetin që e bën që është kur është e veçantë, nuk e ka lezetin ta bësh ditë për ditë. Normalisht, konkurrojmë me njëri tjetrin, e kupton, qoftë janë ata 200-300 persona që vënë atje, vënë secili një javë, domethënë shkojnë apo dalës tani, po vënë gjithë një javë. Do të rritu standard, vetë 2 herë në javë, kështu përfundon ata që bëjnë biliardera ata që kanë folë. Po ata që i kanë hapur ato, ata në rregull për me ty, ata domethënë jetës vëlla, hajde çao. Ata e kanë gjetur. Po normalisht. Po aty është edhe ajo që tash shumë, se s'do bësh Elon Musk, ka njerëz që
shkojnë, punojnë andej dhe i lënë lekë të folia. Ka dhe njerëz që punuan, ndërtuan folen, kupton? Po unë kam dhe individ që njoh vetë, domethënë, që njoh vetë që kanë pasur, domethënë, eksperienca të ndryshme. Dhe sot e kësaj dite janë të rregulluar për bukuri. E kanë vuajtur atë që kanë vuajtur në kokën e tyre. Ata vetë e dinë se kupton dot njeri. Ama vlla, me familje, me shtëpi, me katandi, investime të bukura fare, kupton, të ke qejf të shikosh edhe gjëra të bukura, jo loto edhe kafe, kupton? Investime të ketë lezet, me perspektivë. Pastaj janë ata. Në këto lotot, po shumë pak njerëz e bën ata, se do ishin bërë gjithë pronare lokalesh, po ishte ashtu. Po se na përmendën edhe këto loto të burr, se shqyqyshi josh. Shqyqyshi josh, ndaj argumenti atë i loto plakot ta përdorën atë argumentin tënd të armëve. Bëjmë me armën se ti nuk e ish armata, edhe unë them që nuk e ish loto atë, për shkakun se loto vjen plakot. Thjesht nuk vjen për dyqane. Thjesht po marrin njerëzit atë, nuk po merr njëri ato qerat. Tash janë veta kështu që dalin rrugëve, kupton? Ajo që është gambling këto me pasën me këto gjitha, ajo do ketë treg gjithkohës. Normalisht është dallik, nuk mund të ndalosh ato. Është për mua thjesht është kjo, po se ti kishe njerëz që tërë ditësh ishe bërë mënyrë jetesa ajo, por vjeti aty edhe thoshe bodi, ky i njeh këto gjitha, i ndjeh këto, i studion edhe i dha loto edhe fiton. Ajo e para punës, ajo është patmë, por studio sa duash ti, po i tazem se i doli një kjetër magjik përpara Cristiano Ronaldos, nuk e bën golin ajo. Një kjetër magjik. Po më kupton që mund të ndodhi çfarë do lloj gjë dhe ti nuk e parashikon dot atë. Ajo thjesht fatmë, por lexo ti studio gazeta ti, rezultate ndeshjes e të gjitha, si ka lozur ky para 10 viteve apo ku ta di unë. Nuk të ndihmojnë ato, ajo është thjesht, ajo është kurthi më, që të fut ty, që të duket ty sikur, ja, ka një lloj, domethënë ka një lloj metode kjo mendjemarrësia këtu brenda që se si funksionojnë gjërat. Është thjesht fat. Domethënë dikush ka më shumë fat, dikush ka më pak, po ajo është një gjë plak, është ai paralizmi që bëre muri dhe cekane vetë këtu. I duket njerëzve sikur po gjejnë një mënyrë më të thjeshtë për të fituar lekët. Po. Nuk e di edhe se unë kam qejf të mendoj shumë pozitiviste, me thënë edhe që Europë, me thënë mos e jemi njerëz punëtor, shqiptarët janë njerëz punëtor, shqiptarët janë kështu shqiptar. Angshi mund të gjithë, është një nga gënjeshtra më të mëdha. Daku unë jam e përfaqe në forume këtu që për ata që janë xhak këtu në Gjermani, domethënë me letra me gjitha që shkëmbejnë punë me njëri tjetrin. Kam takuar unë persona plakom që kam dhe firma dhe gjëra kështu. E para që duhet thënë, ata që kanë firma këtu, domethënë, që janë shqiptarë që kanë firma, shumica atyre janë plera. Kjo është fakt, kupton? Që i shfrytëzojnë. Në të njëjtën kohë, e ata që marrin punë, edhe kur i bie ai bosi apo shefi i firmës, domethënë, jo pler, prapë i bëjnë plera vetë. Pas historia Dagu që ka çuar në punë, i jepte 2 euro më shumë se sa mund të jepte çdo shqiptar tjetër për orë, domethënë. Edhe ai vinte fliste me të tjerë, por sa i fliste me atë gjermanin, domethënë, që i priste punë këtij robit fare, që se dinin fare ata se si ishin bërë pazare. Edhe për çfarë për 1 euro më shumë. Kur ai robi po të domethënë të ka hequr ande nga të hequr për me punë, me shtëpi, me katandi për bukuri. Këtu janë të dy arë. Nuk kemi ne kërkojmë gjithmonë, domethënë jemi të pangopur valla. Jemi të pangopur plako, edhe jemi gati ta sakrifikojmë njëri tjetrin. Prandaj jemi aty ku jemi sot ne, kupton. Prandaj jemi shtet muti. Prandaj jemi shtet i vogël. Kurse ne këtë dëgjojmë gjithkohës atë që shqiptari marrin në punë, se shqiptari punon. Po jo, më nuk e merr shqiptarin në punë se shqiptari punon. Ne merr shqiptarin nëse shqiptari sa do të japësh ti është më shumë se sa merr aty ku është shqiptari. Pikërisht. Prandaj po ajo sa i jep ti shqiptari, domethënë mund ta paguash më pak se sa do paguash i punëtor vendës. E prandaj. Kështu që nuk po ndihmon mirë. Domethënë kërkon gjithmonë akoma më shumë, po edhe kënaqesh me pak. Domethënë edhe kënaqesh me pak, po është vije holla, se është shumë e padallueshme valla. Domethënë duhet të kënaqesh me pak, vetëm kur e shikon që ajo pak, domethënë nuk është se po të dëmton ty ai shumë. Unë po them tash nëse rroga është qoftë të tjerët që punojnë të zezë, marrin 8 euro për shembull. Ti merr 5 euro, atëherë mos u kënaqesh, kupton? Qoftë të tjerët marrin 8, ti merr 8 ose 8.5. Tani mos u bëj xhelosi se merr Gjermani me letra 14, kupton tani. Mos u bëj budalla, futej një çika të trurit në punë.
çdo gjë është risk benefit por ti për shembull mund pranosh një punë me rrogë pak më të ulët, kur për shembull e di që të duhet eksperiencë. Tuaj do të pekë 6 muaj, do kërkojmë një më të mirë. Kupton se këto janë manovrime që çdo njeri i bën në jetën e vet. Po ti kur thjesht që thua, ama se na marrin edhe po se jam Do të jap një shembull, zemra se më kujtoa tash live. Kam një shok, domethënë që punon në një firmë që në industrinë time në ndërtim. Domethënë në kontraktori i firmës ku jam unë, domethënë në kontraktori që kishin projektin e parë në shqiptar, kishte edhe shqiptar në punë normalisht. Një nga çunat spirt njeriu, ai donte të bëjë teknik si quhet, përgjegjës skuadre domethënë, e kuptosh? Po është pak më komplikuar se sa ti je përgjegjës në fabrika kështu, kupton? Do të kesh një dance ku bëhet çap, e kupton? Edhe unë se dia fare, domethënë para një muaj që takova për fëmijën, mbasi ku ishte ndarë mendjen që do kishte ikur nga ajo firma. Ai kur kishte filluar në punë, plaku, që ishte punëtori më i mirë që kishte ai, kishte filluar punë me 4 euro ose 5 euro, s'e mbaj më mirë tash. Apo? Po. Kur rroga normale domethënë për ata kështu neto është diku te 12, 13, 14, e kupton? Unë nuk po të them do të japësh 14 valla, se është budalli. Nëse ti je me shqiptarin nga Shqipëria, nuk ka jep dot, se ti në ashtë lloj mënyre e ke ngritur firmën tënde si do punosh me ka punë të ulët. Merr dhe ti, ha dhe ti për veten tënde. Po ta haj dreqi, mos ha gjysmën më plak. Kupton? Mos, e kupton? Ndajin çika, ke një çik sens, domethënë që ti të hecë një çik punë alla se ore nuk të vjen pa keq, domethënë kur ka qenë dhe punëtor dhe vetëm përpara ai që është shefi i firmës, kupton? Nuk të vjen ti pa keq, je ai lloj njeriu i liks, ajo që ke vuajtur ti do ta vuajë të tjerët në vend që atë që ke vuajtur ti ta përdorësh si fuel, që këta të tjerë mos u vuajnë, ti bësh ndarje. Vërtet valla, më 14 për atë, jepi apo lidhë 8 të paktën. 8, 2 të paguash taksa, 2 mbaj vet. Ose jepi 7. Po 5 të buri dhe. Po 5 të buri dhe sa merr një praktikant. Por e po e shtur të punë. E kupton? E tani që është bërë ai robi, vërtet, siç i takon, domethënë që është u bë punëtori më i mirë që ka ai, domethënë që do marri dhe licenca dhe të gjitha që të jetë teknik i përgjegjës i kompletuar, domethënë. Sa duash ti sa ta bëj rrogën, tash vetëm ritha, edhe ai tha dhe i kishte thënë që as ta harosh plakat që më ke bërë ti mua, domethënë ta di për faleminderit, që më dhe dorë në fillim, gjithmonë do ta pim një kafe, po unë nuk të ri me aty se ti ma ke shtypur kokën, kupton? Po. Është normale, por domethënë çdo njeri kur ti shkon bën një aplikim për punë, se filluam me këto e filluam që fillim, po. Ti e di se sa di më, por edhe ti e ke një farë ide që, okay, unë di këto, besoj se kaq është kaq sa do marrë, domethënë një shifër që të vjen ty në kokë, thoj besoj se kaq është ajo sasia e duhur që për këto që di unë, çfarë sjell unë në tavolinë edhe sa po paguhen për to që sjell. E ke një farë ide në kokë më. Edhe nëse ti për shembull mendon se okay, po bën një punë të paguash pak më pak, po e di që ke mundësi të manovrosh më vonë. Okay, dakord, e bën atë. Nuk është puna se ajo është gjithmonë gjë e keqe, po duhet të dish kur ti bësh këto gjëra. Normalisht. Gjithkohës duhet të jesh me atë mendimin që okay, për mirësinë, më kupton? Jo që ta e bëra unë këtë dhe okay, kaq të paguam unë. Jo, unë ta thash si këtë rastin se doja ta thoja se s'bën, domethënë se çallë edhe ti ku flet me njerëz edhe unë ku flas me njerëz që njoft, domethënë çat John vajti në Belgjik për çitur mall, vajti në shtëpi bari në Angli, apo vajti në Itali për kështu. Ka shumë persona si ata që kanë njohur unë shumë çuna burra, kanë në 40 vjeç që kanë lënë fëmijët në peshkopia, në për ku nga vinë ata domethënë. Edhe vinë dhe lidhin ne. Se nuk thohet në asnjë vend puna e ndershme. Ka pa fund që punojnë në restorante, që punojnë si qenë nga fillimi në fund, nga 1 vit, nga 2 vite, nga 3 vite, deri në 4 vite kanë njohur, që punojnë si kuzhinier, rrobtohen tërë ditën me nga 5 euro. Vetëm derisa ti vijë ai momenti që të marrin ato letrat e sakta, domethënë, dhe ikin pastaj, edhe ikin punojnë për gjerman pastaj. Edhe kanë jetën i marrin me rroga, me sigurime, me gjitha që jetojnë për bukuri. Po këto nuk i përmend njeriu, kupton? Këto janë kështu, këta janë budallënj. Kjo është tesa e budallënjve. Publiciteti marrin të gjitha. Mama jo por është, domethënë që emigrimi për atë punë është pak a shumë që merr low skill workers nga një vend tjetër, i merr aty që paguhen më pak ata se sa paguhet popullsia e vendit. Ajo është
domethënë ajo është gjë e vërtet, nuk e se Jo, është vetëm jo për vetëm asaj, shqiptarë. domethënë, po nga ana jonë, po them nga ana jonë që ne jemi ajo policia që i paguhet më pak, domethënë, thjesht japim çka të perspektivën tjetër, që mund të arrijë diçka edhe më kështu. Kisha një çun nga Elbasani, nuk ka përmend emrin tash, më i vogël se mua, kupton? Po trupi dy fishin tim. Kështu edhe i madh edhe i gjerë, domethënë. Edhe tek ishte kjo firma, domethënë, ku që kemi lidhur në kontraktor, po te projekti aktual, domethënë, që drejtojmë ne. Takova e njofa, domethënë, bam bum, 19 vjeç ishte Robi, 19 vjeç Juri. Po. Për zotin lart, 19 vjeç punonte në drejtim. Edhe kur unë u njoha dhe me këtë skuadrën e drejtimit të puna, domethënë që njoha teknikun, i thash domethënë që ky filani i thash domethënë që se ka gjë. Thash si e shpjegoj edhe unë domethënë se shqiptar, thash unë edhe flas gjuhën e shpjegoj edhe mirë. Ai tha, ai është i fundit që do ketë ndonjë gjë. Ai është punëtori më i mirë që ka aty. Punonte aty vllai për zotin, punonte aty me 10 euro ora, pam bum, një gjetur një më të mirë, kështu vllai punon me 15 euro ora, me më pak punë, me kushte më të mira. Ja. Ora është ajo që sa di ti. Ajo është e gjitha, domethënë, nëse ti nuk di, ti nuk e kupton më që okay, unë po bëj gjithë këtë punë, nuk po paguhem mjaftueshëm për punën që po bëj. Se duhet ta kuptosh dhe vetë atë, më kupton? 19 vjeç e plako. Po. 19 vjeç edhe ai unë as nuk ja krahasoj fare me atë. Ai ka shumë përpara me atë lloj mendje që ka ai. Po unë dua të nxjerr më shumë atë pjesën e parë, domethënë që mundohu apo kupton? Po. Nuk ka gjithmonë më shumë se një zgjedhje. Ka thënë Harvey Specter për gjithë ata që kanë parë sucat. E kam parë, domethënë, aty kam mbaruar unë juridikun. Pra, edhe unë aty kam mbaruar juridikun. Gjithmonë ka më shumë se një zgjidhje. Dhe thjesht nuk ka nevojë për juridik fare aty plako, është shkencë e gjalla, është e pamundur të mos jetë ndryshe. Po. Ajo është që do atë edhe unë më përpara. So jo gjithmonë ajo zgjedhja më e lehtë, domethënë. Donjëherë do duhet të zgjedh të bësh atë zgjedhjen e vështirë, po. Nëse do të ecë sa më mirë ashtu është jeta, s'ka çaj bën. Po më që se kaluam shumë e kështu me. Atë sut, si ke parë të gjitha ti? Unë vëlla e kam lënë në pjesën e kur ajo pauza atëre që do martohej ajo çfarë do bënte, e lashun, domethënë pastaj fillojnë çik prapë ajo që u hikin ata shpërndajsh andej e lash fare pastaj. Pastaj se kam fiksi unë atje. Unë atje kam parë derisa u martuan ata, edhe kur ikën domethënë sezoni 8 më duket se që ajo. Pastaj ato 2 të fundit nuk e kam parë. 8 duket se e kam parë vetëm 1 ose 2 nga 8 ose se kam parë fare. 7 kam lënë. Jo, 8-ën e mbarova derisa iku ai çuni domethënë, pastaj u martua kjo Megani me atë princin e Anglisë dhe mbaroi show për ata të dy. Unë di keq ky tipi që ishte aktor aty. Ora po. Po seriali shumë i bukur e plako ishte. Ato 8 sezonet e para më ka pëlqyer në vërtet, pastaj ai Nendi e bur nuk sigur nuk ka më shija ajo historia, se aty ishte edhe ai i pari plako ishte shumë kështu general, kupton, ishte një çik, mua më ka shqetësuar i pari se kishte atë, nga që ata e dinin që do bënin më shumë sezone në fillim, se i kanë lexuar dhe historitë aty. Nga që e dinin që do bënin më shumë sezone, ai sidomos gjysma e parë, domethënë që ishte çdo episod në një histori tjetër me gjëra që si kishe parë asnjëherë, duke një moment si Friends atë vëlla, kupton? Pastaj, nga fundi i sezonit parë fillon bëhet i bukur ai dhe ai sezoni 2 është kryevepër pastaj që fillojnë që ndërlidhen gjërat me njëra tjetrën e bam bum. Po, ishte shumë, domethënë edhe ajo për 2 personazhe kryesorë, që ishte ky Harvey me atë tipin tjetër. Edhe ajo dinamika e tyre ishte shumë e bukur, përse ky ishte tip kalamak kështu idealist që kishte atë pikpamjen e botës që okay, do bëhet gjithmonë e drejta, do rregullohet gjithë ato. Kështu ky tjetri ishte avokat që avokati mos e lëviz fare, s'ka nevojë për emër tjetër, ishte avokat. Çfarë lloj mënyre që të gjesh ti për ta mbaruar punën beje. Ky domethënë edhe ajo ishte dinamika e bukur që ishin ndryshëm njëri tjetër. Pastaj kur iku ai tipi që ikën te sezoni 8, Michael çfarë quajnë ata? Mike Ross. Kur ikën ai te sezoni 8 valla, sikur bie ajo niveli, se nuk janë mes, ata domethënë nga njëri tjetri dhe ata kishin ato performanca të bukura, domethënë, që ishte e lidhur historia. Po kur ikën ai pasaj ishte lidhur ajo, kupton? Ashtu është e lidhur e gjitha ajo. Po, është
Ja, e shikon ata që e dëgjojnë që në fund merrni nga këto gold points kështu, po që është kryevepër fare. Prandaj, miq të dashur, shihni sucat, po deri te 7-a. Kupton, është gjë shumë e bukur. Tek 8-a, se 8-a mbaron, aty është fundi Ore shifi gjitha kur ju pëlqeu, po shifeni e kupton për gjithë ata që e kanë bërë juridikun e punojnë në kamarier ose për ata që s'e kanë bërë ndonjëherë domethënë, po që bëjnë si juridik, si puna ime për shembull. Po. Shifni sucat do ju kënaq. Do të thënë 8 sezone është bare si bachelor. Mirë, ai fikse si bachelor. Ai që të bukur ai dagu se mua shumë gjëra që kanë dëgjuar atje domethënë i vënë në punë edhe kudo, se edhe un kam shumë punë me negocime, kupton? Se un jam te pjesa e më shumë te pjesa e biznesit domethënë. Vërtet që duhet të di ato gjërat inxhinierike, duhet të kem background-in domethënë që të di what the fuck I'm talking about, e kapësh? Po që ashtu është, njëta gjë që bëj unë domethënë është fiks kështu, ik njëra atje takon njërin, takon tjetrin, bam bum mbyll gjëra. Edhe ka shumë gjëra atje domethënë që miq të dashur mund t'i shfrytëzoni në jetën tuaj sado e thjeshtë jetë. Kështu. Po. Edhe për këto sezoni fundit të burrë e fundit, se s'do flasim më për të, do flasim gjë tjetër, po. Ato sezonet e fundit të burrë aty ngatrohen shumë se fillon pastaj çapo bën kjo sekretarja që kishte ai Harvey. Me ka po del kjo, me ka po takohet, pasaj thashën mos e ju pasin një punë, ika. Ne pra, atë duket një qik pasaj që bëhet që, do I really need to... është ika një det, do me thënë, që ishte, deti i kiteti. Ora, na thonë një serial tjetër, ata që kemi për të parë. Unë tani, edhe për ata që janë deri në minutën e 81, që jemi në tani, po shikoj për momenti një serial të animuar, Ergo Proxy, ma ka si thon suggest në shqip pra. Ma ka sugjeruar miku im Andi Proda nga Andi Besi podcast. Po bëni muhabet një ditë edhe nuk e dyshova në fakt është shumë e bukur, ka një dram goxha të pastër, normalisht që janë animet me ato budalliqet e veta, domethënë, po të përqendrohesh te thelbi për të gjithë të interesuarit, Ergo Proxy, goxha i bukur. Unë si kam shumë qefto, do më thënë, kam para të ku isha i vogël atë çaj ka i Gokun me 5 minuta dhe sa të shkatrohet. Drama Juli nuk janë ashtu, nuk janë me kamehameha, e kupton? Po, aq kam parë, më tutje nuk e ke mua për këtë. Jo, duhet i shohësh këto plako se janë gjëra që kanë dram, domethënë, përveç atyre efekteve ose gjërave kështu supernaturale, domethënë, është ajo drama, domethënë. Qa kam parë në i Batman kur isha i vogël me këto gjëra, me këto tjera pasaj se jam marrë fare. Ngele si pak kënaqur. Po, ore, ke parë ato emisione në Shqipëri që është ai tipi me këto teoritë konspirative? Kampanja 2 për Alfred Cakun e keni? Po. Po le Cakun në bëri edhe një lea atë ai është për qefa. Po, kishin bërë një të bukur për tek ajo kosheria që e pa shumë sot. Unë rrallë herë shoh ato ndonjëherë kur kap në një pjesë, po. me gjasme me Adi Krastën në bërë. Edhe i thaj, po, si shpjegohet se për ty thuhet që ti ke një lidhje shumë të madhe me Donald Trumpin, i thaj. Po, thaj, është në dokumentat e Washingtonit ne jemi çuna xhallarësh. Po ti nga e ditë, po kam dhe unë burimet e mia, po kush është ky burim jot ma ka thënë se gjyshi? Po. Pa i është vetë. Ai çan unë e di çfarë bëjmë se unë disa emisione shikoj, domethënë në Shqip. Unë e lirë atë pjesën kur ftohen kështu personazhe që ja për të dëgjuar, normalisht atë pjesën e parë. Shikoj Spotlight, edhe çfarë janë këto tjera që këto që janë tematika që duhet i dëgjoj Robi. Edhe në njëre lë kështu më zë gjumi domethënë, edhe një herë jam zgjuar me Cakun. Ora 3 natë, se kush e lën telefonin nuk të mbaruar ajo që po shikoja unë. Ato vaksinat që keni bërë, domethënë ju kanë dhënë ato 5G në minaret e xhamive për 5 vjet do ju shkatrojnë të vdesin gjithë ata që kanë bërë vaksinat. Po. Edhe ishte u zgjova tek ai moment që thashim ai çfarë do të thoje po. Domethënë dhe një farë pike bura ajo si Alex Jones që kemi ne këtu, po. Alex Jones të paktën në burë se unë e kam parë Alex Jones nuk thet budalliqe e burë.
ai ato që thot më burr, ai të paktën i nxjerr me artikuj që ku e ka marr atë, si e ka marr, domethënë bën dhe ai ato të veta ato burr që thot për shembull merr dy gjëra që s'kan lidhje me njëra tjetrën edhe thot, "Ok, këto janë të lidhura se duan të kontrollojnë mendjen njerëzve." Kupton? Budalliqe të tilla. Po ky as nuk nxjerr asnjë gjë më burr, thjesht lexon internet dhe i nxjerr aty. Po pra, po e kupton edhe shiko, unë nuk para them domethënë që të censurosh apo mos t'i japësh platforma njerëzve. Po 3-4 herë që më ka dhënë rast domethënë mos e blloko, se nuk është asnjë gjë e mirë ti bllokosh njerëzit. Po kontrollojnë në çile, po mos thoni tani budalliqe fare. Nuk mund t'i biesh topit me Jo, grus. edhe unë se jam për kontrollim, po ti vesh i far standardi më burr, okay, ti Normalisht po e burr këto gjëra, po nga i ke marr këto të paktën. Jo thjesht lexon interneti dhe hajde përsërit këtu në televizor. Domethënë nga ajo që s'ka si lloj standardi bën këto budalliqe. Ore, si ajo pra, do gënjejmë deri në një far pike. Po ti tash mos ia fut me top. Po s'ia fut që të bëhet bajate fare pastaj, se ikën dhe sensi. E disa ndikon kjo, o Juli, se ti nuk të duket kështu, të duket sikur nuk ka efekt ai. Ti nuk ke idenë sa persona kanë frikë vaksinën vetëm nga ai. Po dhe unë kam frikë vaksinën. Do na thënë, jo, po ti e ke fiks, domethënë duke para tonë, ti nuk e ke fiks do të kthej në robot. Po vetë, domethënë ka marrë koka nga 5G-ja, kur të bjerë në kontakt me vaksinën, e kupton? Fiks, nuk ke frikë në atë lloj konteksti ti. Unë kam, domethënë, jo se kam frikë, se kam bërë çdo lloj vaksine tjetër që ka bërë shkenca deri tani, po. Me këtë kam dyshimet e mia, por kam ato arsyet e mia, sepse nuk më duket shumë e menduar mirë si plan kjo. Është nuk e shoh të burr, po mirë, koha ta provoj atë tash. Po. Po pra dakord, ajo është një nga shqetësimet e mia që kjo u bë shumë shpejt si vaksinë, plus që gjitha kompanitë që bën vaksinën janë të imunizuara nga asnjë lloj, nuk kanë për të pasur asnjë lloj pasoje, ndodh çfarë ndodh me këtë vaksinë. Ma lëm episodin tjetër të plakos se do kemi çfarë do flasim, po me këtë ritëm. Na nxorë me këpucë të kuqe kështu ka. Dale, tash nuk kemi atë kapacitetin me sa të bëjmë nga 3 kështu. Çai thon. Dakor, herës tjetër. Herës tjetër se do kapemi edhe një çik nëse ndryshe nuk mblidhen views-at. Me do dalliqet, po do bëjmë një çik drama, por se ka lezet. Se gjithkohës duke bërë moral, s'na dëgjon njeri. Një herë dy herë e shkreta. Mirë pra. Tjetër gjë Angeli. Për kësaj radhe, përveç asaj që nuk dua t'i futemi se ajo është temë që nuk do kryenim drejtësinë nëse s'do jepnim kohën e duhur. Çfarë temë tjetër? Folëm për filmat, kemi folur për gjitha këta. Edhe shumë e zgjatëm. E kemi qartë. Mirë pra, i lumshim çaso, i lumsh ka, i lum goja. Na lumshin kam. Na lumshin. Hajde, pastaj plako. Ne do bëjmë karrierë këtë. Tani do bëjmë karrierë. Tani këtu tani fillon lufta ka televizionar. Po. Në rregull. Hajde. Hajde. Të folim pastaj, ciao. Lasim mirë tjetër. Ciao.